Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro ka njoftuar vendimin e ri që zgjeron programet jashtëkollore në arsimin parauniversitar. Programet e artit, zejeve, olimpiadat dhe festivale do të mbështeten financiarisht, ndërsa pagesa për orët jashtë mësimit dyfishohet në 10.000 lekë të vjetra. Në këto aktivitete do të përfshihen edhe mësues në pension dhe specialist të arteve. Në një mbledhje jashtë radhe, Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka vendosur kalimin e shkollës Bajotopulli në pronësi të bashkisë dhe kalimin e disa objekteve shtetërore për jetëzim dhe administrim vendor. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi tha se këto apasionojnë rritjen e përdorimit efikas të aseteve publike dhe krijimin e mundësive për investime dhe zhvillime të mëtejshme të infrastrukturës arsimore, si dhe në përmirësimin e menaxhimit të pronave publike në territorin e bashkisë. Turistë vendas dhe të huaj po vizitojnë masivisht parkun kombëtar të Butrientit, i cili këtë pranverë po shfaqet më i gjallë se kur. Vizitorët vlerësojnë harmoninë mes natyrës së gjelbëruar dhe rënojat antike, duke e cilësuar si një nga destinacionet më të bukura në jug të vendit. Prej më shumë se 30 vitesh në mbarështrimin e bagtive, Aslan Gërbi nga fshati Valare ka ndërtuar një aktivitet të qëndrueshëm në Blegtori, duke u kujdesur për një tuf prej 500 krerë bagtish të imta. Me përvojë dhe përkushtim të vazhdueshëm, ai ka arritur të mbajë gjallë këtë aktivitet tradicional, pavarësisht të sfidave të sektorit dhe kostove në rritje. Ju njohim tani më gjërësisht. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro ka njoftuar vendimin e ri që zgjeron programet jashtëkollore në arsimin parauniversitar. Programet e artit, zejeve, olimpiadat dhe festivalet do të mbështeten financiarisht, ndërsa pagesa për orët jashtë mësimit dyfishohet në 10.000 lekë të vjetra. Në këto aktivitete do të përfshihen edhe mësues në pension dhe specialistë të arteve. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro ka njoftuar një vendim të ri të qeverisë që synon forcimin dhe zgjerimin e programeve edukative jashtë orarit të mësimit në sistemin parauniversitar. Sipas saj, krahas kurrikulës së detyrueshme, programet pas shkollës janë energjizuar dhe tashmë përfshin aktivitete të artit dhe zejeve, olimpiadave, festivaleve, si dhe nisma të tjera të sinkronizuara me ligj. Ministria e Arsimit prej kohësh, siç e keni parë dhe ndjekur, krahas kurikulave dhe programit të detyrueshëm në sistemin parauniversitar, ka energjizuar atë që ne quajmë programi pas shkolle. Në vazhdim të miratimit të ndryshimeve ligjore në mars, ku programi pas shkolle, praktikisht artezeje, ekipet sportive, olimpiadat, festivalet janë tashmë pjesë e programit edukativ edhe me ligj, sot miratuam një vendim të Këshillit Ministrave që e mbështet dhe një dëshirë shumë të madhe të prindërve që koha që fëmijët kalojnë në shkollë të jetë përtej orarit të detyrueshëm dhe të zihet edhe me shumë aktivitete të tjera, të cilët nuk janë më pak të rëndësishme përkundrazi të kombinuara me programin e detyrueshëm, por edhe nëpërmjet zbavitjes janë programe që edukojnë, por edhe i edukojnë talentet, i kënaqin gjithë shijet estetike, siç është artizanati, puna me dorë, ne dikur i kemi pas thënë puna me dru dhe puna me metal, dhe këtu i drejtohem prindërve të një brezi të cilët e kemi vlerësuar gjithë aspektin e punës së fëmijëve me natyrën, me mjedisin, me tokën, aktivitete sportive. Ndërrësit kryesore është vendimi për dyfishimin e pagës së orarëve jashtë mësimit. Sipas ministres, honorari për çdo orë 60 minutshe shkon tashmë në 10.000 lekë të vjetra, nga 5.000 që ishte parashikuar në propozimin fillestar. Sot, Këshilli i Ministrave vendosi që të dyfishoj honorarin me cilin shpërblehet këto orë jashtë mësimit të detyruar në shifrën 10.000 lekë të vjetra për orë, për 60 minuta, ishte e parashikuar 5 dhe kemi mbritur në 10, dhe jo vetëm kaq, por e hapim listën e bashkëpunëtorëve, jo vetëm me mësuesët që janë brenda sistemit shkollor, të cilët mbasi kanë kryer orët e detyrueshme, ndoshta nuk kanë dhe energjinë e duhur për të vazhduar dhe 2-3 orë të tjera, por e hapim këtë listë tashmë me këtë vendim për mësues që janë pension, por janë aktiv dhe kanë dëshirë të jenë pjesë e këtij programi, për specialistë të ndryshëm të arteve, të muzikës, për artizanë që sidomos në disa nga qytetet tona ku trashëgimia kulturore është jo vetëm tradit, por është edhe ekonomi dhe aktivitet i gjallë, të bëhen pjesë e programeve jashtëshkollore, të cilat shkollat sot, drejtuesit e shkollave
shkolla që janë dhe menaxherë të tyre kanë mundësinë dhe do të kenë fondin e disponueshëm për ta përdorur këtë, për të paguar, për të shpërblyer në mënyrë dinjitoze këta bashkëpunëtorë që vinë nga komuniteti. Kështu merr kuptim edhe shkolla qendërkomunitare, ku në një farë mënyrë mësuesit edhe bashkëpunëtorët, artizanët, artistët, sportistët bëhen pjesë e këtij programi edukativ. Gjithashtu Ministria ka vënë në dispozicion dhe një shumë parash që shkon diku ke 500 milion lek për mësuesit, për shpërblimet e atyre që punojnë jashtë orarit, por edhe për mjetet e nevojshme për t'i bërë të gjitha këto. Sipas Kumbaros, kjo nismë është pjesë e vizionit të qeverisë shqiptare për të krijuar një mjedis më të plotë dhe gjithëpërfshirës në shkolla, ku nxënësit jo vetëm mësojnë, por edhe zbulojnë talentet e tyre përmes aktiviteteve të larmishme. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro, për shkak të interesimit të qindra mësuesve dhe kandidatëve këto ditë, sqaron se provimi i shtetit për licencimin e mësuesve nuk është kërkesë e re, por detyrim ligjor që nga viti 2011. Sipas ministres Kumbaro, përjashtim kanë vetëm mësuesit e punësuar para vitit 2011, ndërsa aplikimet për provimin e shtetit janë të hapura nga 7 deri më 14 prill. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka sqaruar sot publikisht përmes një videomesazhi paqartësitë e ngritura nga mësues dhe kandidat për mësues lidhur me detyrimin për pajisjen me licencën e ushtrimit të profesionit. Në një komunikim drejtuar mësuesve, ajo theksoi se ky proces nuk është një kërkesë e re apo vendimarrje individuale, por buron nga kuadri ligjor në fuqi për profesionet e rregulluara dhe arsimin parauniversitar. Në vitin 2011 është miratuar dhe ka hyrë në fuqi ligji për profesionet e rregulluara. Ligj i cili e thot shumë qartë që profesionet e rregulluara përfshi dhe profesionin e mësuesit, për çdo kandidat duhet që të kryej praktikën profesionale, të kryej provimin e shtetit, pra të marrë licencën dhe më tej të regjistrohet në fazat e tjera. Pra siç e shikoni, është një kërkesë e hershme, edhe duke ju referuar një ligji tjetër shumë të rëndësishëm për ne, ligji me cilin ne operojmë çdo ditë, ligji për arsimin parauniversitar, i miratuar në vitin 2012. Saktësohet dhe thuhet shumë qartë që në respekt edhe të ligjit të mëparshëm, profesioni i mësuesit si një profesion i rregulluar e bën të detyrueshëm dhënien e provimit shtetit. Në nenin 57, i cili në fakt saktësohet edhe më shumë me një ndryshim që pëson ligji në vitin 2018, duke u thënë si më poshtë. Mësuesi i arsimit fillor, i arsimit të mesëm të ulët dhe i arsimit të mesëm të lartë, mësuesi i shkollave të arsimit të orientuar, mësuesi i kulturës përgjithshme në shkollat profesionale, mësuesi që punon me nxënësit me aftësi të kufizuara dhe mësuesi me diplomë të ngjashme ose të përafërt me diplomat në fushat lëndët e mësimdhënies në arsimin parauniversitar, ushtron profesionin e tij pasi të ketë kryer me sukses praktikën profesionale, të ketë kaluar me sukses provimin e shtetit në fushën e formimit të tij, siç parashikohet në ligjin numër 10.171 datë 22/10/2009, që më tej ka hyrë në fuqi në vitin 2011. Ligj që titullohet për profesionet të rregulluara në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar dhe në aktet në ligjore të nxjerra në zbatim të tij. Pra siç e shikoni, ligji ynë i arsimit parauniversitar e ka risaktësuar atë që thuhej qartas në vitin 2012, duke e përcaktuar si detyrim ligjor dhe profesional dhënien e provimit shtetit. Ministria Kumbaro thanë se ka filluar java e aplikimeve në portalin Pran QSHA-s për të regjistruar në dhënien e provimit të shtetit për marrjen e licencës së mësuesit. Aplikimet do të jenë të hapura nga data 7 dhe do të përfundojnë në datën 14 prill. Ka filluar java e aplikimeve në portal Pran Qendrës Shërbimeve Arsimore për të regjistruar për dhënien e këtij provimi të shtetit për të marrë licencën si mësues. Aplikimet janë hapur në datën 7 prill, do të jenë të hapura deri në datën 14. Prandaj të dashur mësues apo kandidat për të bërë mësues, nxitoni të aplikoni dhe të regjistroheni në portal për këtë provim të dedikuar.
E kuptoj që kjo, mbas disa vitesh që jeni në profesion, mund t'ju shqetësoj, mund t'ju krijoj ndjesinë e sfidës, po prandaj jemi këtu për t'i përballuar. Përvoja juaj, pasioni juaj, janë garancia që ju do dilni me sukses edhe në këtë provim. Të vetmin përjashtim që bëjnë këto ligje, dhe sidomos ligji për profesionet e rregulluara, është që mësuesit të cilët kanë qenë të punësuar në sistem, qoftë edhe për pak kohë, para vitit 2011, do me thëmë për para se sa ligji profesioneve të rregulluara të hynte në fuqi, përjashtohen nga ky detyrim, sepse ligji nuk ka qenë prapa veprues. Ministria Kumbaro tha gjithashtu se qëllimi i këtij procesi është garantimi i cilësisë në arsimin parauniversitar dhe sigurimi që çdo mësues i ri të zotërojë kompetencat profesionale të kërkuara për të punuar në shkolla dhe kopshte. Në një mbledhje jashtë radhe, Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka vendosur kalimin e shkollës Bajo Topulli në pronësi të bashkisë dhe kalimin e disa objekteve shtetërore për jetëzim dhe administrim vendor. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi tha se këto hapa synojnë në rritjen e përdorimit efikas të aseteve publike dhe krijimin e mundësive për investime dhe zhvillim të mëtejshëm të infrastrukturës arsimore, si dhe në përmirësimin e menaxhimit të pronave publike në territorin e bashkisë. Shkolla Bajo Topulli në lagjen Dunava të Gjirokastrës tashmë do të jetë pronë e bashkisë Gjirokastër. Në një mbledhje jashtë radhe, Këshilli Bashkiak ka miratuar vendimin e kalimit të pronësisë së këtij objekti, që pritet të kthehet në një qendër multifunksionale. Kryetari i bashkisë Flamur Golemi u shpreh se projekti për restaurimin do të respektojë plotësisht vlerën e trashëgimisë së ndërtesës, duke e pajisur atë me funksionalitete bashkëkohore. Për ta kthyer atë i shkollë, po themi, në një qendër edhe për fëmijët, edhe për turistët, pra një qendër që e meriton lagja dhe Gjirokastra. Jemi në limitet e procedurave të aplikimit dhe duhet që edhe shkolla të kaloj në pronësi të bashkisë. Në aspektet më teknike, ne jemi në komunikim direkt dhe të orientuar nga SASPAK në bashkëpunim edhe me shtetin grek, ku është pala jonë e kundërt ose partneri jonë ndërkufitar. Një tjetër pikë e rëndësishme ishte edhe rjetëzimi i objekteve shtetërore të kalojnë në pronësi të bashkisë. Unë mendoj të parin të filloj me ish pinovicerave, që është problemi madh aty në zemër të qytetit, edhe ka ngelur thjesht në ping-pong midis universitetit, Ministrisë së Arsimit, edhe ne nuk kemi patur mundësi se këtë gjë që bëjmë me shkollën ish Bajo Topullin, mund ta bënim edhe me ish pinovicerave. Këto projekte janë një hap tjetër drejt zhvillimit urban dhe kulturor të qytetit të Gjirokastrës, duke i dhënë jetë të re godinave me vlerë historike. Studentët për Europën, Europa për studentët ishte forumi i hapur që u organizua në Universitetin e Gjirokastrës, i cili mblodhi student, pedagog, drejtues institucionesh dhe qytetar. Në kuadër të projektit Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë, në Universitetin e Qremçabej u mbajt forumi Studentët për Europën, Europa për studentët. Ky projekt synon të bashkojë edukimin universitar me ndërveprimin publik, duke krijuar ura të qëndrueshme midis universitetit si qendër e dijes, institucioneve publike si aktor të zbatimit të politikave dhe komunitetit që përfiton drejt për drejt nga qeverisja e mirë. Nisëm projektin European Education for Better Governance in Regions of Albania, qëllimi nuk ishte thjesht të flisnin për Europën nga auditorët e Gjirokastrës. Synimi ishte më i madh, të ndërtojmë një laborator të gjallë të integrimit. Ne besojmë në modelin Triple Helix, që sot po evoluon drejt Quadruple dhe Quadruple Helix, ku akademia, institucionet, biznesi dhe shoqëria civile bashkohen për të prodhuar inovacion dhe zhvillim real për shoqërinë. Sot ky forum është provas se kjo po ndodh. Ne po lidhim media, të rinj, institucionet dhe komunitetin për ndërtuar një rajon që nuk pret Europën, por e jeton atë. Sot në praktikë të fitit parë të këtij produktimi, rezultatat janë konkrete. Kemi futur për herë të parë një kurrikull bazat e qeverisjes europiane për studentë administrimit dhe është publikuar një cikël leksionesh për këtë rast. Kemi ndërtuar një rrjet aktiv në 7 bashki, por realizojmë forume të nivelit lartë me pjesëmarrje të gjerë. Kemi krijuar një model që po njihet si referencë për Ballkanin në disa terma. Këtu një falënderim i shkon për delegacionin e Bashkimit Evropian në Tiranë dhe në veçanti ambasadorin Gonzato për mbështetjen dhe vëmendjen e treguar gjatë këtij projekti dhe këtij rrugtimi. Të nderuar të pranishëm, ne kontribuojmë, por me gjitha ne kemi një mision. Të tregojmë brezit të ri se qeverisja e mirë nuk është vetëm çështje vullneti politik,
Ajo është një shkencë eksakte, e mbështetur në të dhëna, integritet dhe teknologji të avancuar. Jetojmë në një kohë ku sfidat globale janë gjithnjë të komplekse dhe besimi publik është në provë. Në këtë realitet, Bashkimi Evropian nuk po ndjek zhvillimet, po formoson një dimension të ri të rendit ndërkombëtar. Duke udhëhequr transformimin digital dhe tranzicionin gjelbër, BE po vendos standarde globale në mënyrën se si teknologjia, ekonomia dhe drejtat e njeriut bashkëjetojnë. Ajo mbron një rend të bazuar në rregulla dhe promovon një model ku fuqia nuk buron nga dominimi, por nga standardet, besueshmëria dhe mbrojtja e dinjitetit njerëzor. BE nuk prodhon vetëm politika, ajo vendos standarde globale për privatësinë, teknologjinë dhe drejtat e njeriut. I ftuar në këtë forum, gazetari Blendi Fedziu ndalte procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. A do hapen dyert e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Unë mendoj që kjo është një çështje vendi vullneti politik më shumë se çështje performancës. Natyrisht ne duhet bëjmë pjesën tonë që të mos kemi ku na kritikojnë dhe në këtë pjesë pastaj ne shkelim me këmbë sa herë kemi rastin. Në këtë aspekt mendoj që ne jemi përgjegjës vet, por edhe Europa nuk ka qenë dashamirëse ndaj nesh. Takimi vijoi në një format hapur diskutimi ku të pranishmit patën mundësinë të adresojnë pyetje dhe të ndajnë mendime në një dialog të drejtë për drejtë. Numri e emigrantëve që mbërrin në Shqipëri për të festuar Pashkët është rritur ndjeshëm përmes pikës së kalimit kufitar të KKV-s. Burime nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit bëjnë të ditur se vetëm gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë kufitare kanë përpunuar 10.076 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 6.838 në hyrje dhe 3.238 në dalje. Po ashtu janë regjistruar 3.358 mjete me 2.411 në hyrje dhe 947 në dalje. Sipas policisë kufitare, radhët e gjata në territorin grek kanë shkaktuar vonesa të vogla dhe numri e emigrantëve shqiptar që pritet të hyjnë në vend gjatë natës parashikohet të rritet edhe më shumë. Për të përballuar fluksin, policia shqiptare ka vënë në funksion 7 sportele, 4 në hyrje dhe 3 në dalje, ndërsa pala greke numëron 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje. Nga shërbimet e policisë kufitare në doganën në 3 urat janë përpunuar 527 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 406 në hyrje dhe 121 në dalje, si dhe 279 mjete në hyrje dalje, nga të cilët 210 në hyrje dhe 69 në dalje. Drejtoria vendore e policisë Gjirokastër bën të ditur gjithashtu se janë shtuar edhe patrullat e policisë rrugore në akset me qarkullim të lartë. Për shkak të trafikut të shtuar dhe fundjavës festive në rrugët e jugut është regjistruar trafik i rënduar, ndërsa policia ka bërë thirrje që udhëtarët të shfrytëzojnë edhe pikat e tjera të kalimit kufitar, ku nuk ka radhë dhe lëvizja kryhet pa vështirësi. Turistë vendas dhe të huaj po vizitojnë masivisht parkun kombëtar të Butrintit, i cili këtë pranverë po shfaqet më i gjallë se kurrë. Vizitorët vlerësojnë harmoninë mes natyrës së gjelbëruar dhe rënojat antike, duke e cilësuar si një nga destinacionet më të bukura në jug të vendit. Fluksi i lartë i turistëve po shihet si një sinjal pozitiv për sezonin turistik, ndërsa parku mbetet një nga atraksionet më të preferuara të trashëgimisë kulturore dhe natyrore në Shqipëri. Pranvera ka rikthyer gjallërinë në parkun kombëtar të Butrintit, duke e shndërruar atë në një nga destinacionet më tërheqëse për vizitorët të vendas dhe të huaj. Natyrës i është kthyer freskia, gjelbërimi dhe ngjyrat e shumta, ndërsa rënojat antike marrin një pamje edhe më magjepse se në dritën e kësaj stine. Me përmirësimin e motit, parku po mirëpret një numër të lartë turistësh që zgjedhin të eksplorojnë historinë dhe bukuritë natyrore që ofron kjo pasuri e trashëgimisë botërore. E vizituam parkun sepse është një thesar kombëtar, është një siti trashëgimisë së UNESCO-s. Gjithashtu rënojat janë shumë mirë të ruajtura. Na pëlqen fakti që janë ende në gjendje shumë të mirë. Po ashtu ka edhe natyrë të mrekullueshme. Disa nga paqet këtu janë më mirë të ruajtura se sa të Mbretërisë së Bashkuar, sepse moti në Mbretërinë e Bashkuar është më i keq dhe këto struktura gëryen më shpejt. Kur udhëton në një vend, je kurioz, dëshiron të mësosh më shumë për të, ta eksplorosh dhe ta shohësh vetë. Është hera e parë në Shqipëri dhe hera e parë në këtë park. Unë zakonisht bëj fotografi të tabelave dhe pastaj i kërkoj më vonë dhe i studioj pak. Ka shumë informacion për të përfituar nga ato. Vizitorët shijojnë shëtitjet mes monumenteve të lashta dhe liçenit, duke krijuar një përvojë të veçantë mes kulturës dhe natyrës.
is our second time in Albania. Është hera jone e dytë në Shqipëri, por hera e parë në pjesën jugore të Shqipërisë. Në fakt, kjo është pjesa më e bukur ku kemi qenë ndonjëherë. Është shumë mirë e ruajtur. Gjithashtu, moti është fantastik. Ne i inkurajojmë të gjithë të vinë këtu. Është një vend që duhet parë patjetër. Gjithçka që kemi lexuar në internet dhe në faqe të ndryshme është e vërtetë. Dhe këtu mund të shohësh histori shumë të bukura antike. We are quite familiar. Yeah, the park was very beautiful. Parku ishte shumë i bukur dhe peizazhi, madje edhe uji brenda parkut ishte shumë i bukur. Mendoj se kushdo që viziton Shqipërinë duhet të vijë këtu. Ne nuk kemi parqe të tilla me histori antike, por kemi gjithashtu shumë vende të bukura, veçanërisht kur bëhet fjalë për natyrën. Prandaj inkurajojmë të gjithë edhe nga Shqipëria të vizitojnë Poloninë. Albania to come to Poland. Rritja e fluksit të turistëve gjatë pranverës konsiderohet një sinjal pozitiv për turizmin në zonë. Autoritetet dhe operatorët turistik po angazhohen për të ofruar shërbime sa më cilësore, duke e bërë parkun kombëtar të Butrintit një destinacion gjithnjë më të preferuar për të gjithë ata që kërkojnë të zbulojnë historinë dhe bukurinë natyrore të Shqipërisë. Me temën në Butrinti për të gjithë, Parku Kombëtar i Butrintit prezantoi sot një nga investimet më të rëndësishme të Fondacionit për menaxhimin e Butrintit. Projekti thekson se lëvizja gjithëpërfshirëse në park është një prioritet dhe infrastruktura e re synon të lehtësojë qarkullimin dhe të përmirësojë aksesin për vizitorët. Kjo infrastrukturë e re, e cila konsiston në pasarela druri, do të jetë në harmoni me natyrën dhe trashëgiminë e parkut. Përmes saj 70% e monumenteve do të jenë të aksesueshme edhe për personat me aftësi të kufizuara. Në një kohë kur Butrinti mirëpret vizitor për gjatë gjithë muajve të vitit, ky projekt do të çojë në një përvojë më të lehtë, më të sigurt dhe më gjithëpërfshirëse në këtë park kombëtar. Spërkatjet me pesticide gjatë sezonit të agrumeve po shkaktojnë humbje të mëdha në kosheret e bletëve. Për të përgjigjur shqetësimeve të bletëritësve, Drejtoria e Bujqësisë në Bashki ka vendosur orare të kontrolluara për spërkatjet e fermerëve, duke synuar mbrojtjen e bletëve dhe vimësinë të dy aktiviteteve. Bletëritësit në Konispol po përballen me një fenomen shqetësues gjatë kësaj periudhe. Spërkatjet e agrumeve me pesticide po shkaktojnë dëme të mëdha në kosheret e bletëve, duke sjellë humbje të konsiderueshme. Sipas specialistëve të bujqësisë, kjo situatë përsëritet çdo vit në këtë sezon dhe rrezikon seriozisht aktivitetin e tyre dhe prodhimin e mjaltit. Përballë kësaj situate, bletëritësit kanë kërkuar ndërhyrjen e institucioneve vendore, duke i bërë thirrje bashkisë që të vendos kufizime të qarta për oraret e spërkatjeve. Momentalisht kemi kërkesë nga bletëritësit për të shpallur një orar kufizues për spërkatjet me pesticide, pasi kanë dëmtime në bletari. Për bletëritësit ka patur humbje në blet dhe kërkojnë me domosdoshmëri të ketë një orar dhe të zbatohet nga ana e fermerëve. Përcaktimi i orareve të kontrolluara do të ndihmojë në mbrojtjen e bletëve, duke shmangur orët kur ato janë me aktivitet në terren. Specialistja e bujqësisë pranë bashkisë Lorena Zote shprehet se janë ndërmarrë masa konkrete për menaxhimin e situatës. Ajo thekson se është vendosur një orar i kufizuar për kryerjen e spërkatjeve, me qëllim minimizimin e dëmeve tek bletët. Gjithashtu kontrollet në terren janë shtuar dhe po kryen nga policia bashkiake për të siguruar zbatimin e rregullave dhe për të mbrojtur si fermerët ashtu edhe bletëritësit. Nga ana e bashkisë janë marrë masa për një orar kufizues dhe është bërë njoftimi që mos të ketë pasoja në humbjen e numrit të bletëve. Si dhe në terren do jetë policia bashkiake për të monitoruar dhe për të mbajtur kontrollin në lidhje me orarin kufizues. Në bashkinë tonë ka një numër të konsiderueshëm bletëritësish, të cilët ka një numër të madh bletësh dhe preken drejt për drejt nga ky fenomen. Nëse këto masa do të zbatohen siç duhet, pritet që bashkëtesa mes fermerëve dhe bletëritësve të jetë më e balancuar, duke shmangur dëmet dhe duke garantuar vijimësinë e dy aktiviteteve. Prej më shumë se 30 vitesh në mbarështrimin e bagëtive, Aslan Gërbi nga fshati Valare ka ndërtuar një aktivitet të qëndrueshëm në Blegtori, duke u kujdesur për një tufë prej 500 krerësh bagëti të imta. Me përvojë dhe përkushtim të vazhdueshëm, ai ka arritur të mbajë gjallë këtë aktivitet tradicional, pavarësisht sfidave të sektorit dhe kostove në rritje.
Blegtoria në qarkun e Gjirokastrës nuk njeh mosh, edhe pse vije të re një ulje e interesit të të rinjve për mbarshtimin e bagëtive, janë të moshuarit, ata që po mbajnë gjallë këtë zanat. Një prej tyre është Aslan Gërbi, 78 vjeç nga fshati Valare, i cili kujdeset për rreth 500 krerë bagëti të imta. Ai është një nga blegtorët me kopen më të madhe në zonë dhe pavarësisht moshës, vazhdon të punojë çdo ditë me përkushtim. Jam marrë me bujqësinë, ish agronom i mes. Tani në shoj sistemi, edhe pak pasion e kishim, filluam këtë punë, blegtorinë. Blegtoria rrita kisha 3 punëtor, 4 punëtor në vit. Rrita 1000 krerë. Na 1000 krerë kam në 500 sot. Kam në vështirësi që të mash këtë punë, të vazhdosh me këtë punë, ka vështirësi. Edhe të rritë së të ndjekin në mrapa, kam pretendime për më shumë. Çdo punë është e mirë. Këtë mira materiale jeton. Ja të çdo këtë. Merru me bujqësi, çdo këtë merru me bujqësi, merru me perime. Toka u kam 3 hektar tokë aty dhe vetëm çmjell me këto, për këto jo gjë hasla se nuk mjell njeri një rrujnë domate, si i thonë. Gërbi shprehet se mbështetja me subvencione ka qenë një ndihmë e rëndësishme për zhvillimin e aktivitetit të tij. Çdo vit mi kanë dhënë. Ato që jep shteti 12.000 lekë për krerë, të vjetra ma mi ka dhënë. Me atë që më dha shteti mua, bleva misrin për bakti për dimër. Shumë jam i lecoj, më një degë, si i thonë, më një. Por detyrimisht, do gjë e mirë është. Pavarësisht gjitha vështirësive, Aslan Gërbi thotë se do të vazhdoj të merret me këtë punë, për aq kohë sa të ketë fuqi. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.